Lëndën e medicinës ai ka, ai mëson që tërkun edhe ajo është puna ati. Ka ardhur një njeri te Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka thonë ja Rasulullah, allimni gharaib al-Quran. Mëson në Kur'anin e Kerim gjonat e mshefta. Janë do gjona në Kur'anin e Kerim shumë të mshefta. Edhe e lexon ai fa hoxha, ai fa alime, ai mulla e kupi jota, ai qetre e lexon edhe se di çka po do të thonë. Ç'është? Edhe hoxha, edhe se di. Kjo është shumica e Kur'anit e Kerimit apo pakisa është që ne kuptojmë rreth atij. Ka mësëm diçka për ative punëve të mshefta. E di që ju ka mërë thini kejve këtu shka jini në gjami që tash një qësit msheft, barëm kalzone ta shofim që shakje e mshefta, që i hoxha edhe lezon edhe se di. Si du në pja o spjegoj shpejt e shpejt një punë të komplikume në Kur'anin e Kerim, të cilën o gjallarët ulemat nuk e di. E din vetëm ato të mdojt të cilët Zoti i ka nderu për shkak sinceritetit ative mbi diturin, jam ka qelë Zoti Gjellë u perdet me dit edhe atë gjosh ka se di. Këtë ngjarje shka do t'jam spjegoj që tash jam kam spjegu shumë herë në xhami, apo jam tek. Në Ramazan një herë moti para një 14 vite. Në Damask ju patën lind një herë në spitalin ushtarak di grave, fëmijë njonës çik, njonës gjallë. Ju e dini këtë ngjarje, ju kam spjegu. Edhe ku e dim na se çka kanë bërë ato ka motra, çka shërbejnë aty. Edhe gratë po e lipin si cilla gjallin. Unë kam bërë gjallë, edhe gjithë unë kam bërë gjallë. A policia këta e di, këtë problem me zhvillu. Këta unë mendoj si pas mendimeve bashkohore, këto tonë shti shka kishin me bom, me siguri unë proporin kishin me thejmë. E pa a i s'po le problem pa zhvillu, a i kejtë punë të proporin për di. Në kombët e bashkume që ti po du të me vetë edhe të omli sa gratë du të me vlu. Mo kejtë a gjem vetë, na mo shka po di. Këta nuk e din as policia civile, as policia financiare. As nuk e din këta analizat e gjakut. As nuk e din analizat e gjakut. Se këtë plot njerëz e kanë njaj gjakut. Plot njerëz një grupe kanë gjakut. Shumë mirë. Kanë kërku këtë rast me zhvillut duke qenë gratë spital prej ulemave të islamit. Allah e Gjelle Gjelaluhu pak si njerëz nuk në ledeve, insha Allah. Ebu Ljosër ibn Abidin, muftia i Sirijës, 97 veçar plak. Kanë shkuja, kanë kajtë dertin. Kështu e kemi një fa konfliktin spital me një digra. Po kjo ale. Po pse problem? Po janë në Kur'anin e Kerim. Si bën Kur'ani i Kerim gratë kur të përlan për të thullë në bullnitë në Kur'anin e Kerim? Po ka thonë ke ajet ka zbrit që 1400 vjet në Kur'an për këtë punë si të ndodhe. Po për shka me bo? Po thonë unë e vinë në spital, a keni një kërë, unë e plak njeri, ama unë e vinë në spital, ja. E më një herë. Dhe di filgjonat kafës në peshojën e altanit me ima. Di filgjonat kafës në peshojën, dhvin njaj të shprasë. Me i mush me tamël për ative grave, emnin me vetit. I tamli, i kuj, tamli, qiki, i cilës gruë, i ka matë në vagën e altanit njën i tamël ka armara. Njën i tamël ka armara. Tu ditë filgjonat mu shumë mirë, njën i tamël maran. Ka thonë që sa i gruës shka po i vend tamli maran, gjallin njip një. Kjo ka bo gjallë. Dhe po kërë shka ka lidhje me Kur'ani Kerimin kjo punë. E thonë që shka ka lidhje. A thonë Allah në Kur'ani Kerim, lidh dhekari mislu hazzil unë të jej. Kur t'ja vdani pasunien, trashigimin e pasurijës babës fmive ju ulemat, t'i hip një gjallit t'i hise. Një babi ka t'i qika dhe një gjall, 50% pasunijës me Kur'ani Kerim gjallit t'i bjen. 25 një nëzvajz, edhe 25 qetrës. Aja pas ka dhonë Zotë Gjelle Gjelalu pasunien e kësaj bote gjallit t'i fish. Po, dhe shka ka që si a jep edhe tamlin e nonës t'i fish. Qaj Zotë? Kush e regulon atë gjinin e nonës? Une? Nuk e regulojmë na, e regulon vetë Allahu Gjelle Gjelalu. Ka dhonë këti, shka ja kemi dhonë pasunien, kërri, traktorin, arën, farën, difish, shka ka aj Zot i cili punon vetëm me drejt, e nuk ja jep të edhe tamlin difish. Ka dhonë kësaj jip një gjallë. E pa në Kur'ani Kerim a mollin difish, nuk ka gratë kur ti përzit thull të agje. Po kush e bajnë këta? Këta e bajnë djetarët e sinqert. Këta e bajnë hulumtues të mëdhaj. Na kështu duhet veprojnë bura. Na duhet më mësojmë me sinceritet. Sot një javë ju thash, prap po e teki, për shkak se hirja, nderët e shkollave të mesme, hirja, nderët e shkollës fillore, hirja, nderët e fakulteteve dhe masative, është edhe 4 ditë. Me ditën, me datën njëtë mujtarëshëm që i hapën shkolla. Kujdes edhe njëherë, po se dhja ka si gjemë në gjamitë të cilët kanë me shku shkollë mes, se dhja ka. Edhe sot një javë thash prapë po thot. Mos po mendojnë ato elbet me kalopin e vetër të mendimit, se si të shkojnë shkollë mo me gjamiën dush mu dalam të mirë, se ti mo ashtin shkolli e të shku.
Ti mosh të i në shkollë mesme, kjo nuk ka i gare, ti shka po banë, nësë pëjtim ku e njës mo. Si t'jen këtu në gjami mrena, po që s'jan gjami, inshallah janë të nëngu të shpijena për me të ti mikrofonit. Po që s'jan të nëngu, inshallah e përtillin këto shka janë gjami. Kalzoni ju thuj hoxha tha, sot një javë, apo e sot po sot prap. Do të thëmi edhe në tarmën, se Gomorash, a i qon i joni, i cili gjon vakt në shkallët e shkollës mesme, apo në salonët, koridorët e fakultetit, me shokun e vetë të biseda me i boj jashtë të mësimit. Qka nuk janë të lidhuna me mësimit. Gomora, nuk kanë gjali jo. Nuk e konsiderojmë, ne ushqej, me rritim, me mathim, me veshim, këtë pun t'i bojmë. E martojmë, i bojmë shpi, këtë i bojmë. Ama nuk e konsiderojmë tonin, si të gjoj e ko, me shokun e vetë, me bo bised, jashtë të mësimit. Qka nuk ashtë me mësimin e lidhur. Jo për që të rësan bura, veç se koha ka kalu shumë. Veç se dili jonë pëndokër se pëdonë me përëndu edhe pak.